18 raste të dhunës ekstreme ndaj grave dhe vajzave përfshirë 5 vrasje të grave, nga të cilat 3 të klasifikuara si femicide, u regjistruan gjatë vitit të 2024. Të dhënat bëhen të ditura nga raporti i avokatit të popullit për femicidin, i cili thekson nevojën urgjente për forcimin e mbrojtjes dhe mekanizmave të reagimit të hershëm. Vilma Shurdha, komisionere pranë avokatit të popullit, në konferencën e mbajtur këtë të premte në kuadër të ditës botërore të grave, gjatë prezantimit të raportit u ndal edhe te disa nga mënyrat e kryerjes së krimeve dhe motivet e vrasjeve. Motivet kryesore, ajo që spikaste ishte marrëdhënia e kontrollit që autori kërkonte të ruante me viktimën apo xhelozia. Mos pranimi një vendimmarrje nga ana e viktimës në lidhje me ndarjen apo divorcin, apo në rastet kur ky vendim ishte finalizuar, mos pranimi i këtij vendimi dhe hakmarrja ndaj tyre. Gjithashtu një nga motivet kryesore vijon të mbetet presioni publik. Gjithashtu edhe mentaliteti patriarkal vazhdon të mbetet një nga problematikat më të thekshme të shoqërisë tonë. Sipas raportit, në 72% të rasteve viktimat kishin përjetuar më parë dhunë. Megjithatë, asnjë prej tyre nuk ishte nën masa aktive mbrojtjeje në momentin e krimit. Raporti evidenton gjithashtu se vetëm 108 viktima ose 22% të rasteve ishin të përfaqësuara me avokat, ndërsa 371 gra morën pjesë në procedura pa pasur përfaqësim ligjor. Viktimat e krimeve ishin nëna të 33 fëmijëve, përfshirë 9 të mitur. 3 prej këtyre fëmijëve humbën jetën pasi u vranë nga nëna e tyre para se ajo të kryente vetvrasje. Më shumë se gjysma e ngjarjeve ndodhen në zona rurale, duke nxjerrë në pa pasojat më të gjera të dhunës ekstreme ndaj grave.